Angreti robi ose apen marijuan. Një studim I ri I publikuar prej Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë, American College of Cardiology, ka analizuar përmi 4.6 milion njerëz, e po thotë që ata që e përdorin marijuanën janë 6 herë më të rrezikuar prej një sulmi në zemër. Për me bë më interesant, nuk po folim për njerëz me smundje kronike ose të moshave të shtyme, po folim edhe për tri edhe të shëndetshëm. Shkencëtarët po thonë që marijuana mund të mi bëjë 3 sene shumë të rrezikshme për zemrën. Ne rrit rrahjet e zemrës, 2 ul aftësinë e anëve të gjakut për mu zgjënu, edhe 3 ndryshon ritmin e zemrës. Këta shkencëtar I kanë analizuar 12 studime me 75 milion njerëz. Si rezultat ka dalë 50% rritje e rrezikut për sulm në zemër, 4 herë më shumë shanca për sulm në tru, 3 herë më shumë rrezik për vdekje kardiovaskulare. Ama kërkush po thot me bu panik. Po çu thonë doktor, nuk është problemi a e përdor, po me ditë se çka mundet me të bëj. Nëse doni me majt zemrën e qetë, doktorët e kanë një këshill thjesht. Përdorini robin me vedije e ju dëgjojnë në mëngjes e dëgjojnë në darkë. Monitorojini zemrën kohë mas kohe që me konë ma të sigurt. Qishto po thot studime e jo dorime. E jo, kallëzomni në komente kur u konë hera e fundit që keni ngrej bari. Për ma shumë video si kjo, subscribe Radio Urban FM 103.5 në YouTube edhe kallëzom